Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në takimin e radhës, pyetje dhe përgjigje rreth agjerimit. Edhe me të jemi në muajin e bekuar Ramazan, kemi hyrë një 10 ditëshin e fundit, ku musliman gjithandej nëpër botë angazhohen më shumë për të adhuruar Allahun, për të zënë sa ma shumë sevape, për fituar sa ma shumë sevape, për të zënë natën e Kadrit, e që është nata më e mirë në vit, madje që ka thënë Allahu Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Allahu na mundsoft me zënë atë natë ja Rabbel Alamin. Kemi disa pyetje të cilat kanë ardhur këtu në regji. Fillojmë të marrim disa prej tyre sa na premton koha. Jam e sëmur prej epilepsisë. E kam bërç me agjëru. Ditën e parë kam fillu mirë, po kam pas sulm. Epilepsia është një smundje jo e lehtë. Allahu na ruajt. Ata që i gadet kjo smundje, Allah i shëroft o aletsoft. Tani, kjo smundje që shedin ata që janë të spravuar me te, është faza. Nuk është të vazhdueshme, por e kap njeriun herë. Kështu që robi do ta shikoj vetveten e vet, smundjen e vet. Nëse ka me përdor barna, terapi, atëherë, a ka mundësi që atë terapi me përdor sëfer dhe në iftar? E para kjo. E dyta, e ndjen veten mirë, se mos me agjeru. Se mos me fillu agjerim. Je po tutna, po m'kap diçka. Kje po tutna se po m'kap diçka. Kjo është gjënë rrugë. Për shembull, ai cili ka tensionin e lartë, mund të thotë po tutna me agjeru se po m'hip tensioni. Ai cili ka sheqerin e lartë, po tutna me agjeru sepse mos po m'hip sheqeri, apo po m'bie sheqeri. Ai që ka yndyrën gjak, po tutna se po m'kap atje puna e yndyrës. Tjetër atje ka migren, ka gdhimbje të shpesht, po tutna po m'kap migrena. Dhe kjo po tutna, atë një pjesë e madhe njerëzve se kanë bërë agjerime. Kur je i smut në të smundje, thuj sa dim smut, s'muja agjeroj, s'muj më qëku se smut jo. S'muja filloj heq. Kur e din të sigurt, apo se të sigurt e 100% në Allahu, por je shumë i bindun që agjerimi të ngacmën smundjen. Anë mësa agjera. Por kur veç tutesh, dohet me agjeru, me nis me agjeru. Sepse njeri konsiderohet i smund, i sëmur, me smundi që e lejen me hanga Ramazan me prish, nëse agjerimi e ja shtan smundjen, dhimbjet. Nëse agjerimi e ja shtyn shërimin. Nëse agjerimi e ja aktivizan të smundit që ka. Kësa raste është i smuar. Për ndryshe, unë jam i smut
e kam frikë në tension, kam frikë sheqer, kam frikë i latë, kam shumë punë sot ditën, e tut në më kap krytet, tut në ambient fiktet, ja, nuk është arsye kjo. Ne do t'ja fillojmë agjerimit. E pastaj nëse i shofim parashajat e smundjes, tensionit, sheqerit, lodhës të madhe dëmënarat fikt, preshe. Andaj, do t'i kem parasysh të nuk përdi sa po mëj me spjegu, s'po di, sa po mëj me sharu, pra, se epilepsia e vërtet e randë, andaj dohet me pas parasysh gjendjen e personit. Allah i letoft ja Rabbil Alamin. Pyetja tjetër, radhës, thithja e avullit me hundë nga xhirusi. Çfarë avulli ke për qëllim ti? Avull se avull që është, shëmpesh ajo. Dërsa nëse mendon ndonjë farë pumpe me shtinë hundë, që janë të farë një lloj terapie pumpë në hundë, sikur se pumpa në gojë për ata që kanë probleme frymëmarrje, ai nuk e vrish. Por është një sen këto. Thithja avullit e aromës. Ulemat, kur kanë folë për gjërat e cilat e prishin dhe nuk e prishin agjerimin, të aromat, të thithja e avullit e këtu kanë thanë. Nëse njeriu qëllimisht afrohet me ndonjë gjellë, për shembull gjella ashtu zi, dhe ti je të përgatit për i agjerueshëm. Dhe afrosh nga të hapujnë kështu, e thitho hap, kënaqje, dhe gjeko, kur vjekoha me hamër këte, që nuk bën? Pse? Sepse po e shijon një pjesë të kënaqësisë së gjellës së ushqimit që në fakt e ki haram. Tjetër kur ai vjen vetvetio, të s'mund i ka sajna. Por me afru afer e me ngre avullin që del pe i gjellës, pe i bukës, pe i gjellës, e me thith, e me thonë, më kënaqi ke herë, kur vjekoha me harë ta bukës e diqka, ke nuk bën, asese nuk bën. Nuk them se e prish, por është shumë e orrejt në kjo gjë, nuk bën ta bëj robi. Ndërsa kur vetë ju hyn nuk ka dert. Pyetja tjetër, e që është jashtë agjerimit, por s'ka dert, a lejohet betimi i rrejshëm në një rast rreziku? A lejohet betimi i rrejshëm në një rast rreziku? Këtë dy gjëra, rrena dhe betimi. E që këtë në bë bashkë, rrena është ndaluar, po kërështot edhe betimi rrenës bëhen dy të ndaluara. E forcon atë ndalesë, atë gjëna. Por rrena lejohet në 3 raste. Në rast lufte, rreth armikun. Në rast pajtimit mes njerëzve, qysh, janë dy familje, hasëm me zvete. Ose nuk flasim me zvete që do të vllaznia tonë, shpesh shqiptarët e tonë, vëlla me vëllain, s'flet, madje mushet menja që këta kanë armiqësi sikurse me pas vra njëri tjetrin, apo mja vra djali djalina, djali njani tjetrit. Runa zot, a në fakt sen s'kan. Po qash që ka fry dreqi, ju ka fry dreqi mallkuar, sa që ju ka hije armiqësia, urrejtja ndaj njëri tjetrit në palc, në zemër, në shpirt. Dhe atë ka shite të në karaleves atje nuk ju urrejnë ma shumë, se sa vllauneve që ka bën nana e baba. La ilaha illallah. Veç për shahadet salavat e jo, zot bën rahmet, ja Rabbi. Nejse. Dhe ti dënë me shku me pajtu. Tash me thonë pajtoni, zbën gjuna, bam, sa në skrim pu.
nuk ka ball, por e përdor një anë psikologjike. Thu, a i kishë ra pishmani. E pashën, arrita me kuptu që a i kishë ra pishmani. Bile, o gëzu fort, kërë e përmena une, se më nëzë s'kishë prit me gjithë dikën se vetë se le drejtë që me artë ti me të folë, me pajtu, por ja pri une e vjen. Kështë që në pjani mëj, andaj një më me edhe ti, pak, a i ma një mëj pak, sepse a i shi gatë shumë. A i ndoshta kërkon se gatë shumë. Po vëdo në binë këta. Ta në shkën të tjetër atje, i thua atina kështu, për këte kështu, se kjo është i gatë shumë, të i afru, të i zbut, të i afru, të i zbut, dërsa të i pajtajsh. Rasti tretë, është burri gruas të vetë. Ta shtu mund të mësëlmën dikush, të ka shkupton, por më s'ka shkuptohemi. Që s'kem nevoj. Se fejo kja. Për shambull, ja blin grus një festan 100 euro. Këtë sodit, ja blin 100 euro, të dësa njës natërështë. Nëse thuj 50, ma modest, nuk i duket i mirë. Por mi ja blin 200 euro të njëjtën mi dhanë paret, i duket i mirë. Ta vlerësën më shumë. Ose, janë disa gra, të cilat, me bo me ditë, që te dënë dikën më shumë dënjat, se ata, më harin se asha asaj. Që shtyjnë atë gjelose. Sta falë dakikin, nuk bën me dash ti kanë dënja më shumë se ato. Hajme të taj. Mare zemë se kam dorë, unë la ilaha illallah. Ja, zbë me dash të kërkan. Pra, do të zemë në për mezar, kështë me këthuja dhe mezar, drejtë sajnë, me dash veç ata. Aja nuk e ditë që me këtë sillëve të largan halat ty, nuk e din, se s'ta që ka pasaj. Por, aja donë, s'pa ku hap të zi. E ti, do të me thana asaj, për ndryshet, të lenë, ose se shahajrim, do të me thonë, kur të vetë, am do ma shumë të thej paver, ma shumë du ty. E kanë do ma shumë se te jone, ma shumë ty. Ty du në dynjat, pa marak. Ani pse tani këtu ulemat kanë thonë, a thu quhen rana, me kuptimin, jo vetëm gjuhësor, por edhe kuptimin real, dhe vërtet, saj. Ran, apo vetëm kuptimin figurativ dhe gjuhësor, sepse mund të quajmë rana nga se s'po të vërtetën, por në farë mënyre të thu pak si për rrotla. Të betimi, nëse kje rrezik, edhe rana, hajtë, se ka thasht të li ras kule jetë rana, edhe nëse je rrezik jetë e ti, po bën me rajtë. Dhe që kanë thonë në lemat këte, për shambull, nëse bandat, janë duke njekur një njeri, me mytë, ka para jo se ja ka prish Terezin, dhe njekin të likvidojnë bandat, s'ta falën dakikin. Dhe i ngrati i kehen shpetane, dhe që në kuptan kërkan strehim të ti. Ata vinë të dira, baba. A filani këto? Të thu hajme dhe, po në nuk rej. Që ka i bjen kjo me thonë? Me thonë këto, pa të mysin. Për gjaki tina është më i shtrejt, se sa harami rënës. Andaj rej, për me shpetu njerin, të karan derë. Disa ulema kanë thonë, nuk ka këto. Kjo nuk ka këto, për to i bjen që sështë, për mu nuk ka rënë,
Sepse më thonë nuk ka këtu para meje, nuk ka këtu. Ose nuk di kua, pa nuk di ku është në cëllën dhoma, qëto, për e di, në vijë atrash e di, për në vijë të ngush, komplet ngush nuk e di. Pra, nga deveshmëria tak valloku, me i ke rranës, por më sjellë rreth mënyrë figurative. Ama në parim lejohet, për me shpëtu vetë vetën, ose me shpëtu dikend. Lejohet, nuk është deveshmëri tak vallok njeriu me fol sinqeritetin, edhe kur më pyetje me vrat dikand ose me shku jeta dikujt ose me shku pasionia dikujt ose pasuria njeriu, jeta njeriu, gjaki njeriu është më i shajt. Sa ne me fund një fjalë që në parim kemi gjëna në kushte normale. Kushte normale ke gjëna. Ndërsa në kushte jo normale, kushte emergjencë, kjo është domosdoshmëri, me pyetje jeta njerëzve. Shkojmë te një pyetje tjetër, që edhe kjo nuk pas ka të bëjë fort me Ramazan, pa nejse, mase qenë ka e rënditur me radhë, lexoj. A është haram antarësia që kërkohet nga Bashkia Islame? Pse po thua është haram? Të thuaj pak më bot, a është e drejtë, a është në rregull që Bashkia Islame të kërkoj për neve si qytetarë të këtij shteti ton antarësi? A ka të drejta ja? A ka halal të parë i marë për neve? Po, që të formë, s'prish po. Dërsa ka haram, do shta qatë qëllim i kitën, për di që ki qatë qëllim, por haram e sa një madhë. Haram e sa një madhë. Bashkia Islame ka të drejt plotësisht me kërku antarësi prej popullit, e që i bie ndihma prej popullit, por antarësia është një lloj ndihme e koordinuar, fikse, e programuar, e definuar mirë, e qartë për të gjithë njerëzit, madje edhe shumë modeste, pa ngarku kërkon. 1 euro, 2 euro, 3 euro në vetë për një antar të familjes. Që Bashkia Islame, tash nuk po hina në burrat mirë, a burrat këqi, është mesele tjetër krejt, sepse sa djenë këta, neserin tjerë, pas neserin tjerë, par dje kanë tjerë, Kosovën tjerë, Shqipënijën tjerë, Maqedonijën tjerë, këta shkojnë e vinë, institucioni i Bashkisë Islame, që kujdeset për musliman të ne quajmë vakuf, për pagan vakufi, dhe më smeti me thonë vakuf. Kujdeset për çështjet e fesë, këta do të më majtë, dhe se me qa me majtë, gjamin, imamat, talibet, me qa me majtë. Nëse musliman, a kem hak ndaj fesë, ndaj dinit Zotit, po kem hak. Po të ishte shteti i mirëfillt, shtet islam, apo shtet jo islam, por që kujdeset për shtarët e vetë. Nuk është në rregull. Disa shtetet e Evropës, si fjala vije në Skandinavi atje, disa prej tyre, për çdo antar të xhamisë, ja jap nga 100 euro në vit. Nëse një xhami ka 500 antar, xhamia në vit, kryesia e xhamisë, për çdo antar merr 500.000 euro. 500 antar ka 100 euro, më do këti bjen 500.000 euro, nëse kam gabim. Shtetin ndihmon për aktivitetet e tyne kulturore ata quajnë, edukative, kulturore, arsimore. Tek një shtot elementi fetar, aktivitete fetare, kulturore, edukative. Tana këtu i bëjnë gjemati, i bëjnë feja, i bëjnë haqëllartë, me gjemat. Shtetet do të ndihmojë Bashkisë Islame. Po shteti jonë me komunat,
apo në qeverinë për gjithësi me kushtetutën e saj, me ligjet e saj, si duket në këtë fushë, tash mos t'hiju në këto tema dhe mos marrëm kohë, ka ngelur aty ku ka me të komunizmit njëta, që të nenin për cilë brrrp, edhe së dhe kësaj dite, dhe Basja Islame, dhe Vakuf dhe Zëllar ka me të hopë pësajt, jash lojë krejtë. Që është e njëta kanë që akë në komunizm. Allah i drejtofta. Tani, realiteti është këtë që është. Qysh me i majtë hoxhallarët, imamat. Në disa vende të Ballkanit tek ne, në Evropë atje, antarët e qasoj xhamie i jepën antarësinë qatë xhami për imamën dhe për xhamin. Antarët e një fshati, banorët e një fshati, i jepën antarësinë e tyne kryesisë këshillit të xhamisë, të cilët ata me ato para e japën rrugën imamit, e muezinit dhe mbikëqyrën xhamin. Shumë në rregull është. Me rëndësi me dhënë një kontribut me majtë fenë e Zotit. Për ndryshe, çka themi në Zotin se një imam nuk ka kush asiguron një rrugë minimale për mu kujdes për nevojat e vetë të familjes vet dhe detyrohet me lënë xhamin e me ikë perëndim. Ikja atina në perëndim, humbja një kuadrit madh tepër të nevojshëm për edukimin shpirtëror tonë dhe fëmijëve tonë. Kush e plotson, kush e zaventson, kërkosh. A është dikush përgjegjës që ajo detyru me ikë, me lëshu vënën e vet, me shku në perëndim, me punu punë fizike se çfarë do të qoftë tjetër, e la xhamin këtu, e la musliman pa mësim fetar. A është dikush përgjegjës? Gjithsesi. Sepse po të ishte të organizuar fshatarët, me qëtë antarësi, ai nuk ishte pas nevojë me shkuar në perëndim, me lanë xhamin. Thonë ti nuk shkan, ti rrin këto. Ti rrin këto. Mesatarën e pagës se kemi në të tjertë, ne ta sigurojmë ty. Pa na mëson fen, e pa fe që na vjen jeta. A që në këmë su fejnë di dhe falë në vetë. Po prapë gjematin, xhamin. Kush ma falë neve xhaman? Kush na falë neve namazin? Kush na falë neve bajramin? Kush na falë neve taravit? Kush na mësën neve thmit? Kush na edukon neve gjeneratet e reja? Kemi dhënë llogari para Zotit për evlatet tonë, për fëmijët tonë. A që mësu fëmijë fenë? Shteti nuk interesan për fe. Mos për ta mësu shteti fenë. Po nëse ta mëson shteti fen, prapë kemi nevojë për xhami, e xhamia ka nevojë për imam, imami ka nevojë për pagë. Që ku me marr atë pagë? Për antarësisë. Antarësinë do të më dhanë për hatër të Allahut me mbajt dinin tonë. Kjo tepër më rëndësi. Allah i nderoftë zatëm. Pyetja radhës, kur të japim sadaka për nënën e vdekur, a duhet me bëjë niyet për Allahun dhe për shpirtin e nanës. Sadakan ne bëjmë niyet për Allah, nuk diskutohet. Dhe ndërsa po gjithashtu e kenë krye për shpirt nanës. Jap për Allah sadakan, niyet e bën për shpirt nanës tonë. Në rregull, kjo punë krejt. A lejohet me bëj tasbih me këto tasbih digjitale që janë? Që janë të fat digjitale sot. Dalim me numra 2 3 4 30 50 70, po lejohet pa problem. Sepse ne nuk për madhërojmë të spit. Qoshin me rruza, qoshin digitale. Nuk i madhërojmë të spit, o ju njerës. I marëm dorë atë me na kujtu, ne jo kërkim dorë, i sjellëm, kër i sjellëm, themi la ilaha illallah. O ashtu dhe kështë e ka në dorë, ka qef me dite e bëni 100-500 sa i bëni. Sepse ka vënu një pikë, du mi bën 1000 herë, subhanallah. A i bën 200, nuk e din e ka bo 400, a ka bo 50. Ose bën 1000, nuk e din e ka bo 2000, e ka lën 200 në 300. Kështu numërit kalzan. Kë e ka si pjesë të ditës, apo të natës, kërë bë dhikrin, pjesë e dhikrit, me thonë 500 herë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ka që me thonë 500 herë, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Ka që me thonë 500 herë, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 500 herë, stakfirullah, 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 stakfirullah. Dhe thëtë elhamdulillah.
1500 herë, 2000 herë mrena ditës, bëj këtë dhikr. Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah. 2000 herë, ditje. Herë 7 ditë, 14.000 herë. Herë 29 ditë, herë 365 ditë, herë 10 vjetë. E dinë sa i bjen me miliona. Arri shifrën milion. Ka qef. Ka qef. Me ditë që përbën diçka. Zohet. Dhe kje shtyn me bu halema shumë. Dhe me lutë Allah mja përnu. Krejt kjo, s'ka të bëj me shejtërine, me këta, me ata. Pra thjesht, veç me ditë, pra vërësësh ku jam. Andaj, unë nuk e shoh që aje punë ka problem. Gjithherë, duke ditë se me gisht është me mirë. Po, por edhe ashtu, në rregull është, insha Allahu Ta'ala. Shkojmë të një pyetje tjetër, a do të jipet zekati për kriptovaluta dhe sa? Kriptovaluta është pasuni këtë sotit, është monedhë, ku me te blen shetë gjëra. Bën tregtimet. Blen makinën, blen banesën, andaj është pasuni. Dhe se këndej përderisa është pasuni, do të më dhe zeqat për te pasuni, ku me te blen sene. Ka emnin, e lunë rolin, rangën e parave, monedhës. Do të më dhe zeqatin pa tjetër në te. Shtu pare që kemi një sët të letrës, era, marka, dolar, euro, të parqenë sotit, lira, lek e tjerë. Po këtë e në dëvënshme. Po një zaman një ko kanë qenë para, ka qenë arë dhe argjenti, dinar dhe dirhemi, prej monedhave, pe arë dhe për argjentit. Me ko, rolin e monedhës se substancë është pëzullu, por roli sajna ka kalu në letër. Dhe si letër në ka pesh, por kur bëhet formë të shtypet, formë të dinarit, formë të lekut, formë të monedhës, ka pesh. 1 euro, 100 euro, 500 euro, kështu më radhë. Andaj, si për bëre nuk në interesën eve, vlera në interesën. Pra, monedhën ka më rëndësi tash, këtë rast, është për arit, andoj metal tjetër, është për letrës, është digitale. Vlera është e njëjtë. Kuptimi sa është e njëjtë, dhe me thane është e njëjtë, është para. Ka qmim. Andaj obligoj zekatin te. Obligoj zekatin te nëse arrin nisabin 185 gram dhe qëndron më ranë në viti, si punë e parave, si punë e arë dhe argjentit. Andaj, nëse më ranë në viti i ki të hyra, të ardhura, i ki të azami nëse këthe në vlerë të dollarit, ose të ërë që është du shtuj, 100.000. Pra, kam kriptovalut në vlerë 100.000 dollar. Qësa i ki kështu, që më të mëtë. Që të shifër e ki, ka pas ramje, ka pas ngritje, 120.000, 190.000, 80.000, 90.000, por mesatare ka qenë kështu. Atëre e për zekatën këtë mesatare. E për zekatën këtë mesatare. Nëzër një pjesë parave dhe e për fukarave. Ose aty në që meritojnë. Zekatën. Me ka që të ndëruar, për përfëndojmë takimin e sëtëshëm, dhe dhe në takim në radhës, ju përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.